Mirdita, sot është një ditë kaq e veçantë, saqë pavarësisht se ne palajoni jemi zotë shtëpie këtu, sot i pari duhet flasi i zoti i shtëpisë madhe të Europës, dhe pastaj do të them dhe unë disa fjalë lidhur me daljen e progres raportit të Komisionit Evropian për Shqipërinë. Ambassador, you have the floor because today is full sovereignty of this country in your hands. Sovraniteti I plot I këtij vendi është tashmë në duart tuaja. Në rregull, atëherë më lejoni të bëj së pari atë gjë për cilën kam ardhur që t'ju dorëzoj raportin e zgjerimit dhe raportin vjetor për Shqipërinë. Faleminderit. And now he will explain what Dhe is inside. tashmë do të na shpjegoni se çfarë mund të gjejmë në këtë raport. Pikërisht atë do të bëjmë. Atëherë më lejoni që së pari të them që dje Komisioni Evropian miratoi paketën e zgjerimit për vitin 2025, e cila përfshin edhe raportin vjetor për Shqipërinë, dhe kjo ishte paketa e parë e Komisionit të ri. Sapo I dorëzova raportin kryeministrit të Shqipërisë, më vonë sot unë do të takohem me ministrin për Europën dhe punët e jashtme për të diskutuar raportin, ndërsa më vonë gjatë javës do të zhvilloj takime edhe me përfaqësues të biznesit dhe të organizatave të shoqërisë civile. Sa më parë që të jetë mundur, do t'ja dorëzoj raportin edhe kryetarit të kuvendit dhe do ta paraqes atë tek kryetarët e të gjitha komisioneve parlamentare dhe drejtuesit e grupeve parlamentare. Më pas, pasi të jetë kthyer në Shqipëri presidenti, do t'ja dorëzoj raportin edhe presidentit të Shqipërisë. Raporti I këtij viti publikohet në një moment shumë të rëndësishëm për procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. 5 nga 6 grup kapitull negociues tashmë janë hapur dhe po punohet për hapjen e grup kapitullit të fundit. E gjithë kjo është arritur me një shpejtësi të jashtëzakonshme dhe dëshiroj të përgëzoj autoritetet shqiptare për këtë rezultat të shkëlqyer. Tani duhet të shfrytëzojmë këtë mundësi unike në procesin e negociatave të antarësimit, pasi po hymë në një fazë vendimtare. Është një fazë ku në fakt do të testohet vullneti dhe aftësia e Shqipërisë për të parafruar me standardet dhe legjislacionin e BE-s. Paralelisht, Shqipëria ka bërë përparim të ndjeshëm në zbatimin e agjendës së reformave dhe të rritjes në kuadër të planit të rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor, duke përmbushur 21 masa reformuese ndërmjet dhjetorit 2024 dhe qershorit 2025, një rezultat I shkëlqyer që bëri që Komisioni Evropian të disbursojë 99.3 milion euro për Shqipërinë, një tregues I prekshëm I angazhimit të BE-s për të stimuluar edhe më tej ritmin e reformave të shpejta në Shqipëri, sepse siç konfirmoi edhe presidentja von der Leyen gjatë vizitës së saj të fundit në Tiranë, kjo është edhe arsye sepse ne jemi këtu. Komisioni Evropian është gati të mbështesë Shqipërinë në çdo hap të rrugës së saj drejt realizimit të synimit ambicioz për mbylljen e negociatave të antarësimit deri në fund të vitit 2027. Për të përmbushur këtë objektiv ambicioz, ama Shqipëria duhet jo vetëm të ruaj, por edhe të përshpejtojë ritmin e reformave. Prioriteti menjëhershëm për të arritur përparim të mëtejshëm për negociata është përmbushja e atyre që quhen piketat e ndërmjetme, që janë hapa konkret që shtetet anëtare I kanë përcaktuar si kërkesa themelore që çdo vend aspirant duhet të plotësojë. Këto piketa konsiderohen aq të rëndësishme sa pa përmbushjen e tyre nuk mund të mbyllet as provizorisht në një kapitull tjetër. Pra, raporti I vitit 2025 për Shqipërinë I publikuar
dje është faktik dhe gjithëpërfshirës. Ne shpresojmë që të gjitha forcat politike, aktorët e shoqërisë civile dhe të biznesit, mediat si edhe qytetarët në përgjithësi do ta konsultojnë këtë raport, do ta lexojnë atë, pasi i jep një vlerësim të drejtë për ecurinë e vendit, vlerëson arritjet dhe jep merite ato ku meritohen, por në të njëjtën kohë thekson edhe fushat ku ka ngecje apo ku Shqipëria nuk po ecën përpara. Raporti ndjek të njëjtën strukturë dhe format si ai vitit kaluar. Periudha e raportimit mbulon 1 shtatorin 2024 deri më 1 shtator 2025 me zhvillime shumë të rëndësishme edhe për tek kësaj date të cilat janë pjesë e raportit. Dhe natyrisht që gjetjet e këtij raporti nuk duhet të jenë surprizë pasi ato pasqyrojnë përparësitë dhe sfidat që ne i kemi diskutuar rregullisht gjatë të gjithë vitit. Atëherë, ku ndodhemi tani? Më lejoni të them që në përgjithësi, raporti i zgjerimit për Shqipërinë për vitin 2025 është pozitiv. Raporti konfirmon angazhimin e fortë politik të Shqipërisë ndaj synimit strategjik të integrimit në BE si përparësia apo prioriteti kombëtar. Raporti vlerëson dhe nivelin e lartë të dëshirës dhe ambicjes për të ecur përpara negociata që vazhdon të jetë ruetur në një nivel të njëjtë, por gjithashtu kujton se dinamika aktuale duhet të përkthehet në reforma më të shpejta në përputhje me standardet e BE-s. Raporti vëren gjithashtu faktin se Shqipëria ka vazhduar të jetë në përputhje të plotë me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s, një sinjal i fortë për rolin strategjik të Shqipërisë si partnere e besueshme në një kontekst gjeopolitik sfidues. Në lidhje me kriteret politike, raporti vlerëson që funksionimi i institucioneve demokratike është sfiduar pjesërisht kryesisht për shkak të dinamikave si polarizimi i thellë politik, nevojës për reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore, mosbatimit të disa vendimeve të gjykatës kushtetuese nga parlamenti, mbikëqyrjes së kufizuar parlamentare ndaj ekzekutivit dhe mungesës së konsultimeve domethënëse publike. Sa u përket zgjedhjeve, raporti citon zgjedhjet e misionit vëzhgues të OSBE-ODIHR-it, duke theksuar se zgjedhjet ishin konkurruese dhe të administruara në mënyrë profesionale, po u shënjuan nga mangësi të konsiderueshme për fshirë abuzimin me burimet publike që çojnë në mungesën e barazisë në garë. Por, më lejoni të them gjithashtu që në këtë aspekt dëshiroj të përshëndes krijimin së fundmi të Komisionit të Përbashkët Parlamentar për Reformën Zgjedhore. Ne besojmë se puna e këtij komisioni do të jetë gjithëpërfshirëse, transparente dhe efektive në arritjen e një reforme të plotë zgjedhore. Raporti thekson gjithashtu se në lidhje me funksionimin e gjyqësorit, Shqipëria gjendet ndërmjet një niveli të moderuar dhe të mirë përgatitje dhe ka bërë disa përparime në këtë fushë. Rezultate pozitive janë arritur në zbatimin në vimësi të reformës në drejtësi dhe përfundimin e procesit gjithëpërfshirës të rivlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të shkallës parë, që ka forcuar pavarësinë dhe llogaridhënien e sistemit gjyqësor. Apo historiku konkret në hetimin e korrupsionit të nivelit të lartë. Gjithashtu, raporti vëren miratimin e strategjisë antikorrupsion 2024-2030. Megjithatë, korrupsioni mbetet i përhapur në sektor të ndjeshëm, të cilët ndikojnë sferat publike dhe private dhe deri më tash përpjekjet parandaluese kanë patur vetëm ndikim të kufizuar. Pra nevojitet më shumë ecuri në lidhje me transparencën dhe efikasitetin në kontrollin e deklarimit të pasurive. Në luftën kundër krimit të organizuar, raporti vëren se Shqipëria është e përgatitur në formë të moderuar dhe se janë arritur përparime të mira falëritjes së kapaciteteve dhe efikasitetit të SPAK-ut për të goditur grupet e krimit të organizuar, duke përmirësuar hetimet financiare dhe duke sekuestruar pasuritë e lidhura me krimin. Shqipëria gjithashtu ka fuqizuar luftën kundër pastrimit të parave. Është krijuar tashmë një zyrë për rekuperimin e pasurive në policinë e shtetit, por do të donim të shihnim arritje dhe rezultate konkrete të kësaj zyre. Tani sa u përket të drejtave dhe lirimeve themelore, raporti evidenton përparime në disa fusha, përfshirë miratimin e ligjit të ri për mbrojtjen e të dhënave personale, i cili është plotësisht në përputhje me legjislacionin e BE-s dhe me rregulloren e përgjithshme të saj për mbrojtjen e të dhënave
personale, si edhe miratimin e 7 prej 10 akteve nënligjore. Miraktimi e akteve nënligjore për të drejtat e pakicave, sidomos për vetë identifikimin dhe përdorimin e gjuhëve të pakicave, është gjithashtu një arritje shumë e rëndësishme. Megjithatë, përpjekjet për parafrimin dhe zbatimin e legjislacionit BE-s duhen intensifikuar për barazinë dhe mosdiskriminimin, duke mbuluar kështu të gjitha forcat e diskriminimit. Në këtë kontekst, raporti thekson nevojën që ligji i ardhshëm për barazinë gjinore të ruajë nivel të lartë ambicie në përputhje me standardet e BE-s. Duhet gjithashtu që të vijojnë përpjekjet për luftën kundër dhunës me bazë gjinore dhe për deinstitucionalizimin e fëmijëve në nevojë. Sa u përket të drejtave të pronësisë, nevojiten për parime në regjistrimin fillestar, digitalizimin dhe për kompensimet. E në fund, një fushë e rëndësishme për sa u përket shqetësimeve është liria e shprehjes, ku raporti vren se Shqipëria është mes nivelit të menduruar dhe të caktuar të përgatitjes, por ka bërë në fakt vetëm për parim të kufizuar. Nisja e dialogut të strukturuar për cilën ne kemi punuar së bashku me Universitetin e Tiranës dhe Këshillin e Europës, si edhe me qeverinë, pra ky dialog i strukturuar ndërmjet institucioneve shqiptarëve dhe aktorëve të medias ka qenë zhvillim pozitiv, shpifja ende nuk është dekriminalizuar dhe nevojiten përpjekje të mëtejshme për të forcuar pavarësinë dhe pluralizmin e mediave, për të siguruar sigurinë e gazetarëve dhe për të përmirësuar kushtet e tyre të punës. Ne i kemi diskutuar në detaje dhe me ullësi të gjitha aktore komandive me autoritetet përkatëse në kuadër të negociatave të antarësimit dhe tashmë i bëjmë thirrje Shqipërisë të arrijë përparim të dukshëm në përputhjen e piketave të përkohshme gjatë javëve në vijim, në mënyrë që ky afat ambicios të mbetet në rrugën e duhur. Dhe në mbyllje, dhe ju kërkoj ndjes që e zgjata kaq shumë, dëshiroj ta mbyll me një rekomandim. Urgjencën e reformave, që kjo nuk duhet të dëmtojë cilësinë e tyre. Dhe çfarë dua të them me këtë? Konsultime domethënëse dhe gjithëpërfshirëse përpara miratimit, të shoqëruara me debate të shëndetshme në kuvent. E them këtë sepse, siç e thekson edhe raporti, antarësimi në BE është një projekt gjithëshoqëror, pasi përfaqëson një zgjedhje për një model shoqëror të bazuar në të drejtat themelore dhe vlera demokratike, të cilat do duhet të përqafojë aktivisht çdo vend, duke përcaktuar kështu të ardhmen e vet. Dhe ky projekt duhet të zotërohet jo vetëm nga qeveria, por edhe nga opozita, qytetarët, shoqëria civile dhe komunitetet vendore. Pra të gjithë kanë rolin e tyre për të luajtur. Dhe për këtë arsye duhet të ketë edhe legjitimitet demokratik dhe konsensus në të gjithë shoqërinë. Mbi 90% e popullsisë shqiptare dëshiron ta shohë Shqipërinë vendatar të BE-s. Qeveria shqiptare dhe institucionet e saj duhet të përgjigjen kësaj pritshmërie. Bashkimi Evropian dhe delegacioni i saj në Shqipëri, të cilët kam nderin të shërbej, do të vazhdojnë të qëndrojnë krah për krah në këtë rrugtim për ta mbështetur Shqipërinë në rrugtimin e saj dhe presim me kërshëri vazhdimin e bashkëpunimit të ngushtë me qeverinë dhe me institucionet e tjera dhe edhe një herë ndjes që u zgjata kaq shumë në fjalën time. Faleminderit. Ky raport thot shumë gjëra, por mbi të gjitha thot një gjë, që Shqipëria është në rrugën e duhur për të përmbyllur teknikisht negociatat brenda vitit 2027. Dhe duke thënë këtë, raporti ka thënë të tëra. Ndërkohë që patjetër që në këtë rrugë të duhur ka sfida në çdo hap. Sfida dhe çështje për t'u adresuar jo vetëm në mënyrë sasiore, por edhe në mënyrë cilësore në çdo hap. Dhe natyrisht që raporti i progresit është një gotë e mbushur për gjysmë.
ajo që ne kemi bërë gjithmonë dhe që do të bëjmë përsëri është që duke marrë të gjithë energjinë e nevojshme nga gjysma plot, të fokusohemi me të gjithë energjinë e nevojshme tek gjysma bosh. Në mënyrë që brenda vitit 2027 ne ta përmbyllim këtë proces dhe në mënyrë që raporti i vitit 2027 të shkruaj rekomandojmë antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky është objektivi historik, kjo është ambicia jonë dhe jam shumë krenar që tani më askush nuk harron të thotë që Shqipëria është në pararoj të këtij procesi së bashku me Malnezi dhe që më në fund Shqipëria është shembulli pozitiv që ju jepet edhe të tjerëve që duan të bëjnë pjesë e familjes evropiane. Ky është raporti për mua. Të tjerat janë të gjitha pjesë të detajuara të një procesi ku ne kemi kryer në një kohë rekord hapjen e 5 grup kapitujve. Besoj që do të kryejm dhe hapjen e grup kapitullit të 6 dhe do ta mbyllim vitin me të gjithë kapitujt të hapur. Kjo ka ardhur si rezultat i një fakti që unë dëshiroj ta risjell në vëmendjen e të gjithëve. Në vitet e poshtrimit, siç unë i quaj dhe do t'i quaj gjithmonë, ato vitet kur na jepte Kadiu po na e refuzonte Aliu, do me thënë kur komisioni rekomandonte hapjen e negociatave dhe për shkak të 1, 2, 3 vendeve Këshilli nuk arrinte dot t'i hapte negociatat me Shqipërinë, ne kemi bërë eksaktësisht atë që e kam përsëritur aso kohë. Jemi përgatitur për ditën kur negociatat do të hapeshin. Dhe kemi punuar njësoj sikur të ishin hapur. Dhe për këtë arsye, grupi ynë negociator ka shkëlqyer në këtë proces, sepse nuk ka vajtur në tryezën e negociatave për të mësuar aty se çfarë do të bëj, por ka qenë i mirë stërvitur gjatë epokës 3 vjeçare të poshtrimit të Shqipërisë. Kështu që sot ne i dim shumë mirë detyrat, jemi i vetmi vend në rajon që përdor inteligjencën artificiale për këtë proces dhe fal diellës ne bëjmë transferimin me një shpejtësi shumë të lartë të gjithë trupit ligjor të Bashkimit Evropian për të adoptuar në trupin ligjor të Republikës Shqipërisë. Dhe nga ana tjetër kryem me përpikmëri të gjitha ato objektiva që janë vendosur në kalendarin e përbashkët dhe analizojmë me shumë durim dhe me përurësi të gjitha ato që këtu janë të rreshtuara si probleme që duhen adresuar dhe duhen zgjidhur. Kështu që dua të falenderoj nga zemra që të dyja ministret tona, përkatësisht kryenegociatoren dhe zëvendës kryenegociatore, që janë realisht dy arsye të mëdha për të ndjerë të qetë dhe njëkohësisht për të marrë të gjithë respektin në Bruksel,
së bashku me gjithë negociatorët, një pjesë e cilëve janë këtu, që janë krenari kombëtare për ne. Nuk dua të zgjatem më tutje. Në të gjitha fushat raporti ka edhe arritjet, edhe problemet. Në të gjitha fushat raporti ju thot shqiptarëve që Shqipëria ecën vendosmërisht në drejtimin e duhur, dhe nga ana tjetër na thot ne se çfarë duhet bëjmë më shumë dhe më mirë që të ecim pa asnjë ndalesë për të arritur objektivin e vitit 2027. Dhe uroj dhe shpresoj që këtë urim ta marrin ashtu siç duhet të gjithë ata që nuk e duan këtë qeveri, por që sot duhet të ndjehen shumë mirë, sepse sa më pranë bëhes të jemi, aq më shumë do të ketë edhe për ta hapësirë dhe për kujdesje, gjë që nuk mungon as në këtë raport. Kështu që ndjehuni mirë që të gjithë qofshin mbështetës, qofshin kundërshtar të kësaj qeverie, sepse kjo qeveri ka bërë detyrat edhe për mbështetësit dhe për kundërshtarët, dhe pastaj afërmiteti gjithnjë më i madh me Bashkimin Evropian është një garanci për të gjithë. Se mbështetës dhe kundërshtarët qeverisë jemi në kohë të ndryshme sipas qeverive që shkojnë dhe që vijnë. Kjo jona nuk do shkojë pa sjell Bashkimin Evropian në Shqipëri dhe pa e bërë Shqipërinë antare krenare të Bashkimit Evropian. Më tutje pastaj do shohim e do bëjmë sipas asaj që do të vendos populli. Këto ishin fjalët e mia, tani jemi të hapur për pyetjet dhe nuk mund të ngrini dorën pa folur veterani legjendar Muhamet Veliu. Faleminderit Kryeministër Muhamet Veliu nga Top Channel. Zotë Kryeministër, Komisionera Kos ditën e djeshme ka dhënë një intervistë për Financial Times ku thotë se shtetet e reja anëtare mund të vendosen në një periudhë prove. Ajo thekson se komisioni po punon për një ide të tilla si periudha tranzitore, një lloj prove dhe mekanizma mbrojtës. Si ju duket kjo ide? Edhe për ju, zoti ambasador, çfarë mund na thoni diçka më shumë rreth kësaj ideje të hedhur dje nga komisionera Kos? Faleminderit. Tani do më falni shumë mua për këtë që do them, por do lutesha që përpara ta merrni si mungesë modestie të referoni arkivat tuaja. Këtë ide e kam hedhur vetë shumë vite përpara dhe e kam përsëritur sa herë më çdo mundësia. Dhe i qëndroj kësaj ideje sepse është një ide që nuk e kam shpikur unë, edhe pse e kam hedhur unë në publik, pasi është një ide që i ka rrënjët shumë thellë në historinë e mendimit evropian dhe është një qasje që jep mundësi të dyja palëve të marrin atë që duhet pa krijuar problem për njëra tjetër. Që do të thotë, ne duam të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Ne duam të ulemi në tryezë si të barabartë. Ne duam të kemi akses të plotë në të gjithë ngrehinën e Bashkimit Evropian nga pikpamja e legjislacionit, nga pikpamja e kapaciteteve, nga pikpamja e buxheteve e të tjera e tjera. Ata duan të njëjtën gjë, por ata kanë një frikë që duke qenë 27 dhe ka vështirësi në marrjen e vendimeve, sepse është një familje ku çdo gjë vendoset me konsensus. Tani thonë ata, imagjinoni sikur të bëhemi 28, 29, 30, 32, e ku di unë,
se sa më e vështirë mund të bëhet. Pavarësisht se ne si Ballkanas unë mendoj që sot jemi më të qetë se sa ata vetë që janë ballkanizuar ndërkohë. Dhe kjo është një arsye mjaftueshme për të gjetur një rrugë të ndërmjetme që është pozitive për dy palët. Kështu që unë e shoh këtë si një gjë shumë pozitive. Ne kemi bërë edhe propozime konkrete. Jemi gati të marrim pjesë në çdo lloj diskutimi. Kjo nuk ka nevojë të bëhet me ndryshime traktatesh. Kjo mund të bëhet thjesht me marrëveshje. Dhe mbas një marrëveshje ne ulemi në tryez. E rëndësishme është që ne të mos kemi veto dhe ata mos trëmben nga vetoja jonë. Kaq. Dhe këtu nuk shohun asnjë paparazi dhe asnjë problem. Kështu që e përshëndes plotësisht këtë ide, nuk më gjen fare të surprizuar sepse edhe me komisioneren ndër të tjera në takimin e parë që kemi bërë, ja kam thënë dhe këtë, siç e kam thënë dhe kam përsëritur kudo gjithmonë, pavarësisht se kam dëgjuar nga disa që s'janë më fare sot, që jo, ç'është kjo? Ne ju duam juve brenda në shtëpi me të gjitha siç i kemi vetë, edhe me veton. Po mirë, dakord, por kjo nuk është diçka që ka lindur si problem nga ne, kjo ka lindur nga ju. Dhe ne po ju themi që si mund të adresojmë këtë në mënyrë që të jemi bashkarisht në të tryez, edhe të mos kemi asnjë shqetësim. As ne për të qenë të barabartë me ju dhe as ju në raport me publikun. Jo, bile njëri nga ata të mëdhejt më tha mua, ju do hyni në Bashkimin Evropian, patjetër dhe ne do ta festojmë bashkë, ai s'është më. Iku. Kështu që unë i kuptoj dëshirat e mira dhe i kuptoj këto, po kohët kanë ndryshuar dhe ne duhet të adaptohemi me kohën dhe është gjëja më normale që të gjejmë një rrugë që të jemi tryez dhe as të drejtat tona të mos, se këtu s'bëhet fjalë për drejtat tona. Drejtat tona do jenë të barabarta. Por as shqetësimi i tyre të mos kthehet në një problem për ne që të thonë jo prisni një herë ju sa të reformojmë ne Bashkimin Evropian, siç më thoshte një tjetër që është duke ikë tani, se pastaj do ta shikojmë këtë punë. Jo. Kështu që besoj që jemi shumë okay me këtë. Yeah, I think the Prime Minister has been quite eloquent. Po, mendoj që Kryeministri u tregua mjaft eloquent, por ajo që dëshiroj të shtoj është që siç e dini ju, një hap themelor për një vend që të bëhet shtet antar është traktati i antarësimit në BE. Traktati i antarësimit është traktati i cili prezanton disa ndryshime teknike apo kushtetuese për të përfshirë mënyrën se si funksionon Bashkimi Evropian, të cilat të bëhen pra pjesë e kushtetues së vendit, që gjithçka të funksionojë siç duhen. Traktati i fundit i antarësimit u bë 14 vite më parë dhe praktika ka qenë që ne shikojmë hapat e mëparshëm të antarësimit apo valët e zgjerimit dhe marrim parasysh pra si kanë vajtur gjërat për të përpiluar antarësimet e reja. Dhe komisionerja foli për mekanizma të fortë mbrojtës që përforcojnë sundimin e ligjit tek ato vende që bëhen shtete antare, pra që janë me rrënjë të thella tek sundimi i ligjit dhe të mos ketë pra mundësi për të bërë hapa pas. Për këtë kishte fjalën komisionera, por dëshiroj të përsëris edhe ato që tha kryeministri që ato përshtatje apo ndryshime që mund të bëhen me traktatin e antarësimit nuk mund të ndikojnë ato që janë themelet e forta të Bashkimit Evropian të funksionimit të BE-s, sepse për të do duhet një rishikim i tërësor i traktateve dhe nuk po flasim për këtë gjë. Klesiana Omeri, Klan News. Zoti Kryeministër, ju e përsëritët edhe një herë në fakt gatishmërinë e shtetit shqiptar për të antarësuar në Bashkimin Evropian pa të drejtë vetoje, por edhe për këtë propozim, në fakt komisionerja Marta Kose pati një përgjigje duke thënë se nuk ka asnjë diskutim për të ndarë shtetet në dy kategori. Si e përktheni ju këtë përgjigje të komisioneres dhe në fakt nëse mund të jap një qendrim për këtë gatishmëri të shtetit shqiptar dhe ambasadori? Faleminderit.
Mos u lodhin shumë me këtë pjesë, se ky është një diskutim konceptual në nivel të diskutimeve që bëhen për si mund të jenë gjërat. Mos u shqetësoni për këtë. Nuk jemi në atë fazë. Kur të vim në atë fazë, do flasim. Për momentin, kemi vetëm një diskutim shumë të përgjithshëm edhe që nuk është kanalizuar në asnjë lloj procesi ku duhet të shqetësohemi ne dhe për më tepër pastaj të shqetësoheni ju që keni kaq shumë gjëra për të marrë dhe kaq shumë shqetësime të tjera, sa mos u lodhni me këtë fare, se nuk është fare kjo tema e ditës. Sot tema e ditës është që ky raporti këtu thot shprehimisht që Shqipëria është në rrugën e dur për ta përmbyllur teknikisht procesin e negociatave brenda vitit 2027. Pra ky raporti këtu thot eksaktësisht atë që unë ju thosha për ditë shqiptarëve kur dolën t'i kërkojmë mbështetjen për mandatin e 4 dhe kur më thuaj nga disa, nga i gjen ti këto. I thot tani thot ky. Kjo është gjëja më e rëndësishme që sot duhet të dëgjojnë shqiptarët. Të tjerat janë proces dhe pastaj ky diskutimi është një diskutim që besoj e zauruam dhe s'ka nevojë të merrem më tuti, aq më tepër që u ngrit nga veterani Muhamet Reliu. If I may just repeat what I've just said, that there is a position of the European Commission. Pra, qëndrimi i Komisionit Evropian nuk është që të sugjerojë ndonjë ndryshim për traktate që do të ndikojnë rregullat dhe parimet bazë të tij, dhe ajo që ju shpjeguat dy kategori shtetesh anëtare do të ishte pikërisht kjo gjë, dhe kjo nuk është as pak një gjë që ne e kemi në tryez apo në listën e punëve tona në lidhje me Komisionin Evropian. Mola Luku nga Vision Plus. Në fakt, pyetja ime ishte për ambasadorin Gonzato. Zoti ambasador, progres raporti i Komisionit Evropian dhe njëherë certifikoi zgjedhjet e 11 majit. Megjithatë, mbetet shqetësuese polarizimi politik dhe dialogu. Në kushtet kur Shqipëria tashmë duhet të çojë përpara një sër ligjesh për integrimin. A keni ju një mesazh për palët politike? Faleminderit. Yes, and it's a message that dhe mesazhi im është një mesazh të cilën unë jap pothuajse çdo ditë në bashkëbisedimet me deputetët, që Kuvendi ka një rol absolutisht kyç për të luajtur dhe thirrja ime është që të kenë dëshirën dhe mundësinë që të luajnë rolin e tyre dhe të japin kontributin në këtë proces reformas i cili do ta sjellë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe siç e kam thënë edhe në fund të fjalës time, na duhen debate të shëndetshme që sigurisht mund të jenë edhe kritike, se në fund të fundit ky është kuvendi në të cilin është forumi, në të cilin pra shprehen mendime të ndryshme edhe për mënyrën se si do të bëhet Shqipëria shtet antar. Dhe këto debate do duhet të bëhen dhe do duhet të jenë mundësia që qytetarët të kuptojnë se për çfarë janë këto reforma, përse po bëhen, çfarë ndikime do të sjellin në jetën e tyre, në bizneset e tyre. Dhe kështu ne sigurohemi që reformat të jenë të qëndrueshme edhe në periudhën afatgjatë, sepse njerëzit do të kuptojnë që ato janë reforma që kanë të bëjnë edhe me ta. Faleminderit. Lexojeni, studiojeni dhe pastaj do kemi mundësi të përgjigjemi pyetjeve për raportin. Faleminderit.